Ish kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se ajo mbështet rregullimin e tregut të inteligjencës artificiale dhe nëse kjo qasje sjell përplasje të drejtpërdrejta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo artikuloi këtë qëndrim gjatë një aktiviteti publik të organizuar nga revista Stern në Berlin, ku foli për pushtetin e teknologjisë, ndikimin e algoritmeve dhe raportin politik mes Evropës dhe SBA-s. Ky treg kërkon korniza të qarta, rregullore, tha Merkel. Ajo theksoi se inteligjenca artificiale dhe media digjitale nuk mund të lihen të funksionojnë pa kontroll institucional, sepse ndikimi i tyre shkon përtej ekonomisë dhe prek drejt për drejt demokracinë, informacionin publik dhe proceset vendimarrëse. Kjo do të jetë betejë më e madhe e radhës me SBA-n, nëse mund ta rregullojmë apo jo median digjitale, deklaroi ish kancelarja. Merkel paralajmëroi se kundërshtimi amerikan ndaj rregullimit do të jetë i fortë dhe i vazhdueshëm. Amerikanët do të ushtrojnë presion të fortë kundër rregullores, tha ajo, duke u referuar interesave të kompanive të mëdha teknologjike dhe ndikimit të tyre në politikën amerikane. Sipas saj, këto kompani kërkojnë të ruajnë lirinë e plotë për mënyrën se si zhvillojnë dhe përdorin algoritmet. Ajo theksoi se mungesa e rregullimit përbën rrezik real për shoqëritë demokratike. Merkel tha se nuk mund të pranohet një situatë ku vendimarrja automatike mbetet jashtë çdo forme kontrolli publik. Nëse gjithçka u lihet operatorëve dhe nëse nuk tregohet kujdes se si duken algoritmet dhe kush vendos për to, pasojat sipas saj do të jenë të rënda dhe afatgjata. Ajo kërkoi transparencë mbi mënyrën se si ndërtohen algoritmet dhe përgjegjësi të qarta për ata që i kontrollojnë. Gjatë fjalës së saj, Merkel u ndal edhe te politika e jashtme dhe siguria. Ajo shprehu vlerësim kritik ndaj doktrinës së re amerikane të sigurisë dhe mënyrës se si SBA-ja po e riformulon raportin me aleatët. Mendoj se ne evropianët nuk duhet të ndërpresim kurrë lidhjet me SBA-n vet, tha Merkel, duke nënvizuar rëndësinë strategjike të marrëdhënies transatlantike. Megjithatë, ajo shtoi se Evropa nuk mund të pranojë pa kundërshtim qasjen aktuale të Washingtonit, por as nuk mund ta pranojë mënyrën se si po na shohin tani, deklaroi ish kancelarja, duke lënë të kuptohet se SBA-ja po e trajton Evropën më shumë si një partner dytësor, sesa një aleat të barabartë. Merkel shprehu shqetësim të veçantë në mënyrën se si SBA-ja po e percepton Bashkimin Evropian si strukturë politike. Më shqetëson veçanërisht fakti që organizata si Bashkimi Evropian shihen si një lloj bezdije, tha ajo. Sipas Merkel, kjo qasje shoqërohet me përpjekje për të anashkaluar institucionet evropiane dhe për të ndikuar drejt për drejt te shtetet anëtare individuale. Ajo paralajmëroi se një strategji e tillë rrezikon unitetin e Bashkimit Evropian dhe dobëson aftësinë e tij për të vepruar në mënyrë të koordinuar në çështje strategjike. Vetëm një Europë e bashkuar mund të përballet me sfida si rregullimi i inteligjencës artificiale, kontrolli i mediave digjitale dhe ruajtja e sovranitetit politik dhe teknologjik përballë fuqive të mëdha globale.